truni është një botë në vete, që kush në dynjat, ama kërkosh në dynjat, që të thot di për të diçka, ai diçka mundin, pa ai diçka i bje shumë, pak, ma pak se pak. I bje kur gjëheq. Sen dë Zotit, krahazim me të vërtetën, shkenca nuk di për trurin. Apo thuj ma bot ma ndryshe, ato që di shkenca për trurin, është një pik ujë në deti. Kaq. La ilahe illallah që ka fali madhës. La ilahe illallah që ka dhanë Allahu që ka pajis këtë njeri. Njeri është këtu në këtë vend, arrin me mendu, njëjtën kohë, s'kajnë e tjetër të botës atje. Arrin me bë planet atje, për ushtrin e vet atje, për flotën e vet, për biznesin e vet, për atë për këtë në fund të dynjas. Dhe prap ktheto dhe prap shkan atje, nuk i do të as një sekund, as nuk i do të as një gjysmë sekundi. Njeriut. Ka herë ke njeriut, gjithë ke fuqie fort, e të menduarit, të menagjuarit, planifikuarit, konceptuarit, ka herë kjo. Ka për i tronit, rëna në tru dhe ratë për i Zotit. Po ai që ka kriju tronin, subhanahu wa ta'ala. Nëse kjo është pjesë meditimi, për t'ja kujtuar vetë vetës dhe të tjerëve, madhështinë të madhe të Zotit. Dhe sa Allahu, kër e thëtë robit në Koran, wa fi anfusikum, afala tubsirun, dhe në vetë vetën tuaj, kini argumente sa të dëni, a nuk nalini me mendu e me shiku, a nuk i sheni, a nuk i sheni gjymtyrë të jashtme. Shikaj këta gishta. La ilahe illallah. Edhe analizem me detaj çdo pjesë të një gishta, dhe i të thajtë. Çdo sen me në tu. E madhësinë e tyne, e rënditjen e tyne, forcën e tyne, funksionin e tyne. Deri tek vijat e gishtave. Bela qadirin ala nësëuje banane thënë këtyne. Allah i madhruar thëtë në surat e l'Qiyame, në ditën e kiametit, do të rinjallëm i njeriu. Ashtë kompletuar, pra asgjë nuk na ik neve, nëpse ai kalbet, sa që edhe vijat e gishtave. Që këtë dynja ka në efekt shumë të madhë që cëllë njeri ka veç e veç, na me në gjallë, na me a këthy që ka pasë. Bela qadirine, gjithës e jena të fëqeshëm, ala anë nësëuje banane. Mjau rikëthy edhe njëherë gishtat. Vijat e gishtat. Që në myrin direkt e për Allahu, këtyni që kanë men, shkencës, se këta gishta e pas ka një specifik të veçant. Edhe e vërtet e kanë të veçant. Për ata shumë si pas shkencës, në 1 milion, në 10 milion, është vështirë me gjithë dë njerëz që i kanë gishtat njëjtë. Dhe sa dal nga dal, dhënia gishta, vijat e gishtave, e janë argumenti më i fort e identitetit të një njeriu. Me një parasim plastik, e zhjanën hunën, i frynë bust, e shkurton hunën, edhe që të vetën pasaport, dhe deri dikon,
ndryshove identitetin tënd. Por gishtat nuk mundesh me ndryshu. Do të më shtin zjarm krejt për mi djeg mi borrafsh, nuk mundesh. Pastaj me faktit që i ke sos të tanë ke bëjt e vrenë, pse ke ndërhyn to, e bë vetën të lashe, kur ta lip gishtin të dha. Ajo është Zot. O, ju njerëz. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.